Vrasja e 42 vjeçarit Keli Hoxha nga Tirana në Kalan e Beratit erdhi për shkak të një motivi krejtësisht banal, sipas dëshmisë që autori i vrasjes së tij, 63 vjeçari Kristo Mema, ka dhënë në polici. Autori dyshuar i njohur edhe me emrin Konstantin Hoxha ka rrëfyer para hetuesve se ngjarja ndodhi pas një paralajmërimi që i kishte bërë turistit për të mos e prekur kalin. I thash mos e prek kalin se është i acaruar sot dhe mund të reagoj keq, por ai më shau dhe ofendoi, humba kontrollin, mora thikën që e mbaje në samarin e kalit dhe godita në gjakndetësi. Vrasja ndodhi në ambientet e Kalas së Beratit në praninë e familjarëve të viktimës dhe turistëve të tjerë. 63 vjeçari ushtronte prej kohësh aktivitetin e shëtitjeve me kal, pa pasur asnjë leje për këtë, megjithëse fitonte të ardhurat të rregullta nga turistët që vizitonin Kalan. Familjarët e Keli Hoxhës, banues në Tiranë me origjinë nga Tropoja, kanë mohuar që ai ta ketë ofenduar apo shar autorin. Ata thanë se gjithçka ndodhi shumë shpejt, pasi Keli vetëm ishte përgjigjur se nuk kishte asgjë të keqe kur u paralajmërua të mos e prekte kalin. Pavarësisht ndihmës që mori menjëherë, ai ndroi jetë në spitalin e Beratit për shkak të plagëve të rënda. Pas ngjarjes, Mema u largua me kalin, të cilin e çoi në kasollën pranë banesës së tij, mori disa ushqime dhe u fshi në një prej shpellave të Kalas. Ai u lokalizua disa orë më vonë nga policia, i strëhuar në të ashtë quajturën Shpella e Mehmetsit, pranë kishës së Shën Mëhillit. Gjatë hetimeve u zbulua se 63 vjeçari kishte qenë i përfshirë edhe në një tjetër vrasje në vitin 1993, po në qytetin e Beratit, kur kishte goditur për vdekje një fqinj. Pas asaj ngjarjeja ishte aratisur drejt Greqisë, ku qëndroi rreth 25 vite dhe ndroi identitetin duke përdorur emrin Konstantin Hoxha, edhe në zona e njeh nga banorët si person problematik.